Μακαριότατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε να δώσετε την πρώτη σας τηλεοπτική συνέντευξη στην ελληνική δημόσια τηλεόραση μετά και την ανάληψη των καθηκόντων σας στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο της Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας. Να σας ευχηθώ να έχετε μια πολύ καρπή επιμαντορία και να συνεχίσετε το σπουδαίο έργο του προκατόχου σας. Τι σας ενέπνευσε να αφιερώσετε τη ζωή σας στην Ορθοδοξία και στην Ιεραποστολή? Kontakti imi parë me Ungjillin isha kur unë isha në vitin e 4 të gjimnazit, liceut, dhe një miku i vllajt tim më dha një libër. Ishte në frëngjisht. Ai nuk e dinte se çfarë libri ishte. Unë sa kisha mësuar frëngjisht. Dhe kur i lexova Ungjillin, ndjeva diçka që është vështirë të përshkruhet. Unë jam rritur në një familje shumë të madhe, 8 fëmijë. Unë jam më i vogli nga djemt dhe kur ishim fëmijë kisha gëzim shumë të madh. Familjet e mëdha shpeshherë japin shumë gëzim. Por duke u rritur, gëzimi dal ngadalë sikur fillon largohet pak, fillon mendon gjëra të ndryshme, je interesuar më tepër për libra të tjerë, filosofisë, historisë. Dhe kur lexova Ungjillin, ndjeva diçka jo të huaj, po diçka tjetër në shpirt, më kthye përsëri ai gëzimi i parë. Dhe kjo ndryshoi gjithë jetën time. Nganjëherë është shumë vështirë të kuptosh se si ndodhin, sepse ne nuk mund t'i përshkruajmë dot gjitha gjërat e t'i kuptojmë. Më vonë ndoshta mund t'i kuptojmë, siç po i shpjegoj tani, se në atë moment nuk i kuptonja. Dhe mënyra se si ishte shkruar Ungjilli, fjalët e thjeshta të Zotit, më bindën që është e vërtetë. Po më tepër më bindi ndryshimi i madh që ndodhi në atë moment kur lexova Ungjillin, dhe takimi me Ungjillin ishte besimi im i parë. Ne u rritëm në një kohë kur besimi nuk praktikohej, madje u shpall dhe me ligj, që nëse kapesh me një libër fetar, quhej propagandë dhe agitacion kundër pushtetit. Dhe minimumi ishte mund dënoheshe 8 vjet në burg. Kështu që ai gëzim që ndjeva unë më bëri që të ndaja edhe me të tjerët. Ndonë si ishte shumë e rrezikshme në atë kohë, sepse është e pamundur që të kesh një lajm të mirë e mos kesh dëshirën për të ndarë me të tjerët. Dhe kështu që jeta ime ndryshoi. Dhe dëshira ime për të mësuar akoma më shumë rreth besimit, rreth kishës ortodokse, që në atë kohë ishte shumë vështirë të gjejë libra të tillë, por një derë që e hap Perëndia, njerëzit s'mund ta mbyllin. Si thot dhe Zoti në zbulesën, unë jam ai që hap dhe askush nuk mbyll. Φύγατε από την Αλβανία πριν από την πτώση του κομμουνισμού και πήγατε στην Ιταλία και από εκεί στην Αμερική. Περιγράψτε μας την κατάσταση που επικρατούσε τότε στην Αλβανία και γιατί πήρατε την απόφαση να φύγετε. Πριν φύγετε, βαφτιστήκατε εδώ στην Αλβανία. Në kohën kur unë rash në kontakt me Ungjillin, ndoshta ishte pjesa më e vështirë e përsekutimit komunist kundër besimeve fetare. Edhe kundër çfarëdo lloj mendimi tjetër të lirë që mund të kishin njerëzit. Situata ishte shumë e rëndë nga jashtë. Ishte një shkatërrim jo vetëm thjesht shpirtëror, po dhe ekonomik, por shkatërrimi më i madh ishte shkatërrimi shpirtëror, sepse muret mund të ringrihen përsëri. Po nëse shkatërrohet shpirti i njeriu, është shumë vështirë që të rindërtohet. Një frikë e madhe ishte, sepse për çdo fjalë ndoshta mund të dënoheshe, dhe mungesa e një lirie, mungesa e një praktikimi për besimin, padyshim që shumë veta i shtynte që gjeni një mundësi për t'u larguar. Largimi ishte shumë e vështirë, sepse gjithë Shqipëria ishte kthyer në një burg të madh, i ruajtur me roje, nuk ishte shumë vështirë. Dhe jo vetëm vështirë, po dënimi ishte për të gjithë familjen. Madje edhe kushëritë e dytë dhe të tretë mund ta pësonin nëse dikush bënte diçka. Po dëshira për të pasur një praktikim të lirë të besimit më bëri që të gjenim një mënyrë që rreth fundit, si thoshte, regjimit komunist, u larguam nga Shqipëria, shkova në Itali, ku ndejta rreth 5-6 muaj, dhe më vonë shkova në Shtetet e Bashkuara, në të cilët na u dha një vizë në Itali, mora kartën jeshile, green cardën, dhe mu dha mundësia që të studionja në Amerikë.
kjo ka ishte dëshira ime e madhe prej shumë kohësh, ndoshta asnjëherë nuk mendoja që do shkoja në Amerikë, më shumë të ndoshta në vendet fqinje, që mund të kisha shkuar në ndonjë vend. Dhe siç thash pak më parë, gëzimi i madh nga lajmi i ungjillit më bënte që të shërbenja tipja diçka. E kujtoja gjithmonë ato vargjet e psalmistit, çfarë mund të japun Perëndis për gjithë mirat që më bëri. Sepse falënderimi që duhet kemi në shpirt nuk mund të mbetet vetëm ndjenjë, duhet edhe një lloj veprimi. E ky veprim vjen në mënyrë natyrale. Në atë kohë ndoshta nuk po më mendoja siç po e them tani, po kur e shikon pas disa vitesh, fillon dhe kupton dhe arsyen. Po brenda meje gjithmonë ishte dëshira për të studiuar edhe për ndihmuar kishën për sa do mundesha. Nëse kisha do hapej në atë kohë, mendoja se akoma s'ishte hapur. Πείτε μας για τις σπουδές σας στη Θεολογική Σχολή της Βοστόνης και γιατί αποφασίσατε να επιστρέψετε πίσω στην Αλβανία. Unë studiova në Kryqin e Nderuar në Boston, nga një bursë që mu dha nga kryepiskopata shqiptare në Amerikë, por në atë kohë ju thash atyre që nëse kisha do hapet unë do kthehem përsëri, nuk do rri në Amerikë. Po ata menduan që kush vjen në Amerikë nuk kthehet përsëri, dhe sidomos gjendja e vështirë që ishte në Shqipëri në atë kohë. Dhe studiova në Boston, së pari bëra një master pas master i studimeve teologjike quhet, dhe më vonë përsëri bëra një master të dytë, akoma të avancuar, master i mjeshtër, si thosh i teologjisë, kështu quhet masteri. Dhe kur mbarova studimet, rash në kontakt me kryepiskopin, ndoshta një vit para se të mbaronje, Mitropoliti Dimitri Vrestenës më foli për kryepiskopin. Unë kisha profesor në të dhjetës së vjetër, e më tregoi për veprimtarinë e tij në Greqi dhe në Afrikë. Kontaktova me kryepiskopin, i thash që kur të mbaroj studimet do kthehem përsëri. Ai u gëzua, më përgëzoi, madje edhe më ftoi në frunzimin që u bë në Tiranë në vitin 92. Dhe arsyeja që u ktheva ishte pikërisht kjo gjë. E para, ky është vendim ku kam lindur dhe jam rritur. Njerëzit shkojnë, historia e kishës tregon që shkuan në vende të tjera, kryepiskopi erdhi këtu, në një vend shumë vështirë për të shërbyer. Shërbimi asnjëherë nuk është i lehtë. Dhe për më tepër mendova që në Amerikë një prith më shumë, një prith më pak do jetë e njëjta. Amerika s'kishte nevojë për mua. Por në Shqipëri ishte një nevojë shumë e madhe. Prandaj u ktheva në vitin 93, ku qëndrova deri në vitin 95. 95 shkova përsëri në Amerikë për studimet më tejshme, e pastaj u ktheva përgjithmonë. Nga ajo ditë deri sot jam këtu. Mbas 30 e sa vjetësh, mendoj që ishte ndoshta vendimi i drejtë për mua. Nuk them se në Amerikë do kisha në ndryshim të madh për veten time, stili jetës tonë, po kjo gjë është si të jemi në Amerikë, si këtu, si në Afrikë, do që të jemi. Por këtu ishte një mundësi për të dhënë një kontribut akoma më të madh. Dhe për 32 vite kam qenë në krahët kryepiskopit së bashku dhe jemi përpjekur që t'japim kontributin sa mundemi. Shembulli i tij ishte një shembull shumë i mirë për gjithë klerikët këtu. Një shembull që tregon se si duhet jetë një klerik orthodoks. E nga ajo ditë deri më sot gjendem në këtë vend. Αποκαλύψατε σε παλιότερη συνέντευξή σας ότι ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος σας είχε εξομολογηθεί ότι επιθυμούσε να τον διαδεχθείτε. Τι σας είχε πει? Por historia ka qenë pak a shumë kjo. Kur u ktheva unë fillova të jepja mësim në Akademinë Teologjike. Pastaj më vonë u bëra dhe dekani i Akademisë Teologjike dhe më pëlqente dhënia e mësimit. Në 98-ën, kur duhet bëj sinodi, bëm një bisedë shumë gjatë me kryepiskopin, i cili më bindi që kisha ka nevojë të krijohet sinodi, ka nevojë edhe për episkop. Nuk kisha një dëshirë shumë të madhe, më pëlqente shumë dhënia e mësimit, por ne nuk jemi këtu për të qenë rehat, as nuk duhet sillemi si fëmijë të përgëdhelur. Mora detyrën si mitropolit i Korçës, por nuk më kishte shkuar ndonjëherë mendja
për këtë detyrë e re. Dhe para 10 vjetësh e qenë biseda ime e parë me kryepiskopin, i cili jo në mënyrë të qartë, po më thonte që dal nga dal duhet fillosh të marrësh disa përgjegjësira për kishën. Unë në fillim, me thënë të drejtën, hezitoja pak, sepse kuptoja që ishte një barë e rëndë, nuk ishte aq e lehtë froni i kryepiskopit, thonte kryepiskopi Anastas në Shqipëri, nuk është një fron lavdije, është një fron kryqi. Dhe marrja e kryqit nuk është aq e lehtë. Dhe gjatë gjithë kësaj periudhe, dekadës fundit, më përsëriste disa herë këtë gjë. Para 2 vjetësh, i thash për herë të parë që nëse është vullneti i Perëndis, nëse kisha më zgjedh, nuk do të them jo, nuk do të refuzoj. Por përsëri mbetet një barë shumë e madhe. Po shpresa gjithmonë është tek Perëndia, si thot profeti Isaia, që Perëndia është ai që çlodh të lodhurin dhe fuqizon të dobtin. Kështu që me këtë shpresë, shpresojmë që të mbajmë të barë. Ποια θεωρείτε ότι ήταν η μεγαλύτερη προσφορά του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αναστασίου στην Εκκλησία? Kryepiskopi ka bërë përpjekje dhe kontribut jashtëzakonshëm në gjitha fushat. Ai arriti të ngrinte infrastrukturën e kishës. Por unë besoj që kontributi më i madh nuk ishte vetëm thjesht ngritja e mureve, po ishte përhapja një fryme të mirë brenda kishës, një fryme pajtimi, një fryme respekti për çdo qenie njerëzore, kushdo qoftë ai, dhe një devotshmëri kashi njerëzve të tjerë. Theksonte vazhdimisht që një episkop, nëse nuk vazhdon të jetë një diakon, nuk mund të kryejë dot shërbesën, sepse ne jemi thirrur për të shërbyer sipas fjalëve të Zotit, jo për të na shërbyer. E ndoshta kjo frymë që përhapi është dhurata më e madhe që ai ka bërë kishës këtu tek ne. Ποιος είναι ο ρόλος της Εκκλησίας στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των θρησκευτικών κοινοτήτων της Αλβανίας? Ne jetojmë në një ambient multifetar. Kemi komunitete të tjera fetare dhe padyshim që duhet kemi një dialog me to. Ne nuk bëjmë një dialog teologjik, po kemi një dialog të jetës. Jetojmë së bashku në të njëjtin vend dhe çdo konflikt, dhe çdo gjë që mund ndodhi, do jemi të gjithë të humbur. Kryepiskopi kishte një përvojë shumë të madhe në dialogun edhe me besimet e tjera, me grupimet e tjera, edhe kjo gjë ndihmoi edhe në krijimin në vendin tonë të një klime shumë bashkëpunuese me njëri tjetrin. Është krijuar një këshill ndërfetar, në të cilën ne trajtojmë disa çështje që janë të përbashkëta, sidomos çështje që kanë të bëjnë me anën etike dhe morale të kishës, për familjen, për shumë gjëra tjera. Dhe duke jetuar në paqe me njëri tjetrin, është një përfitim për të gjitha komunitetet. Nga luftrat dhe konfliktet, të gjithë janë të humbur. Dhe kjo duhet të ruajtur, sepse nuk është statike. Çdo thesar duhet të ruajtur, se mund të humbasi shumë shpejt. Të parët bën një përpjekje shumë të madhe për ta pasur këtë, gjatë kohës që kryepiskopi ishte dhe shërbente në kishën tonë si kreu i saj, e nxiti akoma dhe më shumë bashkëpunimin ndërmjet komuniteteve fetare. Detyra jonë është që ta vazhdojmë. E ndoshta nëse mundemi ta zhvillojmë dhe më tej, për të lënë trashëgimi dhe atyre brezave të tjera që do vinë, sepse të gjithë do jenë të fituar nga një bashkëpunim e mirëkuptim. Πώς βλέπετε το ρόλο της Εκκλησίας στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων, όπως η φτώχεια, η ανεργία, η μετανάστευση? Padyshim që prioriteti i kishës është ungjilli i mbretërisë, për të përhapur lajmin e mirë. Po kisha e shikon njeriu si një entitet psikosomatik, që do thotë ai ka një shpirt, po ka dhe një trup, ka dhe nevoja të ndryshme. Dhe kisha nuk mund të ndajë njeriu nga kjo gjë. Që në fillimet e para, krishterimi është quajtur pikërisht për këtë gjë, për ndihmën ndaj njerëzve në nevojë. Ne nuk mund të jemi indiferent. Gjithmonë duhet kemi parasysh që Krishti nuk erdhi ndërtonte një rend ekonomiko-shoqëror ose një reformë politike, por erdhi për diçka akoma më të rëndësishme, sepse varfëria, që është në shumë vende të botës, vetmia, që mund të jetë në të gjithë vendet e botës dhe vendet pasura janë vetëm, vjen nga disa burime morale sesa burime të tjera. Nëse ne nuk do jemi pranë njerëzve për të përhapur frymën e dhëmshurisë
dhe e bëjmë shoqërinë tonë që të ngri nga ajo era e akullt e egoizmit. E do fragmentohet shoqëria nga apatia dhe indiferenca. Detyra e kishës është vazhdimisht që të praktikoj me fjalë, po dhe me vepra. Sepse ne nuk mjafton të themi dhe të na vi keq për njerëzit që janë nevojë. Çdo gjë e thellë nuk është vetëm ndjenjë. Dashuria, dëmshuria nuk është vetëm ndjenjë, është dhe veprim. Nëse ne do i duam ata njerëz, padyshim që do përpiqemi t'i ndihmojmë. Por unë besoj që më tepër se sa nevojë fizike, njerëzit kanë nevojë për një dinjitet. Dhe kisha duhet të jetë në gjendje që dhe të motivojë edhe grupime të tjera për të trajtuar njerëzit me respekt, mos të jenë vetëm thjesht objekt lëmoshe, po të marrin pjesë në burimet njerëzore të gjithë planetit, sepse vetë Perëndia i ka dhënë çdo qenie njerëzore një dinjitet. Η Εκκλησία έχει συμβάλει στην εκπαίδευση και την υγεία. Ποια είναι τα επόμενα σχέδια προς αυτή την κατεύθυνση? Ne kemi trashëgimi shumë të vyer nga kryepeshkopi për sa i përket arsimit dhe shëndetit. Lidhet me atë pak që thash më parë që ne shikojmë njeriu në tërë aspektin e tij, jo vetëm thjesht vetëm në anën shpirtërore, po dhe problemet e tjera, sepse të gjitha janë të ndërlidhura. Njëra anë ndikon tek ana tjetër. Dhe kryepeshkopi u përpoq me të gjithë mundësitë e tij për të krijuar një rrjet shkollash, klinikash për ndihmuar gjithë njerëzit, pa përjashtim, kushdo qofshin ata. Detyra jonë, mendoj, është që ne ta ruajmë këtë trashëgimi, e nëse do mundemi, sepse nuk varet vetëm nga ne, varet edhe nga burimet të tjera, ta zhvillojmë akoma më tej. Por ajo që mund të them unë është kjo gjë, që ne do përpiqemi vazhdimisht që gjithçka që kemi ta ndajmë dhe me tjerët. Kisha nuk është vetëm për vete, është edhe për tjerët. Një krishterë nuk mund të jetë vetëm për vete, do jetë edhe për të tjerët. Dhe kjo është një pjesë edhe e predikimit tonë, jo vetëm me fjalë, por edhe me veprat. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας έχει αναπτύξει σημαντικό και σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο. Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας σε αυτό το τομέα? Në këtë fushë, përqendrimi i madh ose në bisedat që kam bërë unë vazhdimisht me kryepeshkopin, ishte pikërisht padyshim ndihma të gjitha. Po jo të kufizohemi vetëm thjesht në lëmoshën. Është si mund të ndihmojmë njerëzit që të jenë të aftë të marrin pjesë në këtë gjë, të ruhet dinjiteti i tyre. Janë ngritur menca për të ndihmuar njerëzit në nevojë, pothuajse në gjithë qytetet kryesore. Dhe siç thash dhe më parë që ato që kemi ne nuk mund ta mbajmë dot vetëm për vete. Nëse do i mbajmë vetëm për vete, ato të humbasin. Drita që ka ndezur Krishti në jetët e njerëzve është një dritë që ruhet vetëm duke e ndarë me tjerët. Për sa kohë ne nuk e ndajmë me tjerët, ajo dal ngadalë do venitet e ndoshta do shuhet. Duke u përpjekur për tjerët, ne ndihmojmë dhe veten tonë. Sepse kisha e shikon gjithmonë njeriu si një qenie komunitare, dhe si një qenie të vetmuar. Prandaj dhe prioritetet kanë qenë të dyfishta, një ndihmë për sa mundemi materiale, por edhe një ndihmë më të madhe dhe shpirtërore, sepse të varfër nuk janë vetëm ata që kërkojnë gjëra fizike. Varfëria më e madhe ndoshta në kohën ku jetojmë sot ne është varfëria shpirtërore. Njerëzit mund të jenë dhe milionerë, po s'kan gëzim, s'kan një jetë shpirtërore, nuk kanë një qëllim në jetën e tyre. Kështu që detyra e kishës është që ndihmoj të gjithë, të varfrit që janë fizikisht, po dhe të varfrit të cilët janë shpirtërisht, pa një jetë të thellë shpirtërore, dhe mungesa e një jete shpirtërore sjell gjithmonë dhe mungesën e jetës intelektuale e kulturore. Σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο κοσμικός, πώς μπορεί η Εκκλησία να πλησιάσει και να αγγίξει τη νέα γενιά? Problemi me të rit është një problem shumë i rëndësishëm. Dhe është detyra jonë që të gjejmë dhe të flasim me gjuhën që ata kuptojnë. Sepse nga eksperjenca ime modeste, kam parë që shpeshherë kemi dhe një problem lingvistik. Tjetër gjë themi ne, tjetër që kuptojnë ata. Do jap një shembull shumë të vogël nga rrofimet. Kur dëgjon rrofimet e të rive, nëse ti i thua që po jeton mëkat, nuk i thua asgjë. O do jetë fare indiferent, ose do zëmërohet. Sepse fjala mëkat është ngarkuar historikisht. Shumë.
Po kur I thua që diçka nuk po shkon mirë brenda teje, ata të dëgjojnë. Ti po I thua të njëjtin gjë. Që kisha duhet filloj të kuptoj dhe gjuhën e tyre. Ne nuk I flasim vetëm vetes, sepse shpesh herë ndodh që bëjmë një monolog. Ne duhet të bëjmë një dialog me këta njerëz që janë larguar nga kisha, janë larguar nga jeta shpirtërore. Dhe që të bësh një dialog me një tjetër, duhet njohësh dhe gjuhën e atij. Nëse do njohim gjuhën e tyre, e do I flasim në gjuhën e tyre, unë besoj që mund të krijojmë një dialog I cili do ndihmojë dhe ata, e padyshim na ndihmon dhe ne. Αν μπορούσατε να στείλετε ένα μήνυμα στους νέους που αναζητούν πίστη και ελπίδα, ποιο θα ήταν αυτό? Me dashuri dhe me respekt për të rit, do doja të këshillonja një diçka, të gjejnë një qëllim në jetën e tyre. Sepse kohët moderne dallohen pikërisht për këtë gjë, ka humbur qëllimi I ekzistencës. E nëse njeriu nuk ka një qëllim ekzistence, është shumë vështirë për të që të orientohet në këtë botë. Mungesa e një qëllimi të ekzistencës e çrodit njeriu. Dhe këshilla jonë do ishte që pikërisht ta gjejnë këtë gjë. Unë besoj që qëllimi I ekzistencës gjendet vetëm kur njeriu fillon dhe kupton thellë besimin e tij. Sepse nëse Perëndia nuk ekziston, në çdo gjë mund të ndodhi tek njerëzit. Fjalët e famshme Dostojevskit që nëse Perëndia nuk ekziston, gjitha janë të lejueshme. Ja I shikojmë çdo ditë në këto të realizuara. Njerëzit nuk ndalen më ka shi asgjëje. Por kjo nuk I bën ata të lumtur në jetën e tyre. Qëllimi I njeriut është pikërisht që të gjejë koherencën e tij shpirtërore, të ketë një qëllim real në jetën e tij. Prandaj edhe këshilla ime për të rit është pikërisht kjo gjë, mos ta humbin shpresën e përjetësisë. Të kuptojnë që njeriu ka një thirrje akoma më të thellë se sa një jetë e përkohshme. Dhe do doja të citoja përsëri shkrimtarin e madh rus Dostojevskin, I cili shkruante një mikut të tij këto fjalë. Dhe këto fjalë do doja të transmetoj dhe të rive. Thotë, shkatërroj njerëzve shpresën në përjetësinë dhe jeta e tyre do thahet. Dhe me këtë mesazh pikërisht duhet të nxis gjithmonë me dashuri dhe respekt që të mundohen të gjejnë një qëllim në jetën e tyre. Ποιο θεωρείτε το μεγαλύτερο θαύμα που έχετε βιώσει στη ζωή σας? Në rrugtimin tim shpirtëror, si çdo njeri në rrugtimin e tij, kanë qenë disa momente shumë të rëndësishme. Po momenti më I rëndësishëm ndoshta ishte, siç thash edhe në fillim, takimi me Ungjillin. E falenderoj gjithmonë Perëndin me një falënderim të thellë që më dha mundësinë në një kohë errësire të gjenja dritën. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ουσιαστική συνέντευξη που μας παραχωρήσατε και που μοιραστήκατε μαζί μας τις σκέψεις σας και το όραμά σας για την Εκκλησία της Αλβανίας. Ευχαριστώ για παρουσία σας και καλό Πάσχα.